Përshëndetje miq të dashur, shkojmë me videon e radhës Trepça, ku mas mirë të tregon kryeshefi Trepçës se çfarë dëmtimi i ka bo opozita Trepçës. Qysh e kanë coptu Trepçën, që nuk ju ngop kurrë. Do me thonë, ky po thot që gjatë vitit 2025 mbi 1200 hektar e ja kanë kthy Trepçës, që i kanë pas në opozita, që i ka shqit opozita, i ka shfrytzu opozita, ose njerëz të tyne, që do thot, por janë edhe 68 parcela tjera që në pritje për mi kthy. A di çka do me thonë kjo miq? Kjo është një shkatrim i Trepçës që se kalon më në gjallë kur për shqyrë sene dhe opozita. Kur se kalon më në gjallë, kur Trepça e ka majt ish Jugoslavin. Kur thëm ish Jugoslavin, në mund Kosovë, Serbi, Kroaci, Sloveni, Bosnje, Malzi, i ka majt krejt. Po mas shumë të Serbin. Bile konë, po dalë një refren, Trepça se radi, Beograd se kradi. Se gradi. Në mund Trepça punon, Beograd ndërtohet. E këta tonë, mas lufte, pa asni kokërdhimje për Trepçën, ndjes për Trepçën, e kanë bo cop, sikur me konë tort. Me të vërtet kjo s'ka kuptim. Por, e Zoti i shek të sene, për këtë arsye, i ka që 2 persona që me ja bo në herë për gjithmonë të një sene korupcionit. Pa shkojnë me videon miq, të ndëgjojmë e të diskutojmë së bashku. Yllat më të rëndësishme në industrinë minerare në Kosovë, ndërmarrja Trepça ka arritur t'i kthejë në pronësi të saj mbi 1200 hektar vetëm gjatë vitit 2025. Vlera e këtyre hektarëve shkon në mbi 400 milion euro. A përshemiq, mbi 400 milion euro. Dhe më thonë për 20 vjetë, këto i ka shfrytzu dikush tjetër. Shturbi i botës për opozitën. Edhe ka ftyrë opozita me dalë me lyp votë për qytetarëve. Inshallah gjanë. Kur të vinë, se ta shumë kryes, kur të vinë, ose për president. Shkuena. Këta hektar me vite të tëra ishin uzurpuar nga indivete operator privat. Projekti më i rëndësishëm unë mendoj ka qenë kthimi i pronave. Në vitin 2025 kena bë diku mbi 1200 hektar që janë kthyer në pronësi të Trepçës, që bëhet fjalë me një vlerë të vlerësuar nga tatimi në pronë mbi 400 milion euro, që në këtë vit apo në vitin 2025 na do t'i njohemi ato në pasqyrat financiare si vlerë, që më herët nuk ka qenë asnjëherë. Sipas kryeshefit të kësaj ndërmarrjeje janë Kjo këtë është pasuri për Trepçën. Tash Trepça ka vend mi përdor, ka vend për çka të donë. Çka në vite Trepça, si Trepçë, që është, e ka vend e vetë. Sepse i kanë bashku tokat, pjesa asaj që ja kanë hungur ujqit. Shkojmë që. mbi 68 parcela tjera, të cilat synojnë t'i marrin nga uzurpatorët. Na jena ende në proces, për arsye që kena dhe disa prona të identifikuara në veri, që jena në proces dhe në fazë të kthimit tyre në ndërmarrje. Unë besoj që duhet me qenë Në proces, në më thonë kokën, edhe 68 parcela tjera. Amo, qëfar procesi duhet për to, s'pe kuptoj. Ti e dinë zotrin e rumë që jenë konë Trepçës, po, ecë, kapi edhe këpën vend ku jenë konë ato, merë dokumentat, po, prapë se prapë këj ka ma mirë, me leqë i merë edhe në regullim. Shkojmë. afërsisht edhe që kena na të identifikume mbi 68 parcela treja, që jena në proces të kthimit tyre.
Përveç kthimit të pronave të saj, Trepça në 2025 në rriti dhe prodhimin. Dhe sa i përket prodhimit, na dhe vitin e kaluar kena lanë një prodhim të jashtëzakonshëm, duke thonë që na e kena realizu planin mbi 110%. Mbi 110% miq. Atë që të me thonë kjo? Kjo është vullneti për punë. Kjo është vullneti kur s'pengon kërkush. Nuk ishtin shteti durt në Trepçe, apo në Thes, që thë kjo Albin Baba. Kjo është miq të dashur. Në atë moment që hinë dora në Thes, aty s'ka përparim. Aty fitim s'ka, veç humbje. E tani të mënu me vjedh, me mbolu, vjedh me ulu, hinë borç. E kështu s'mahat shteti. I ka zënë Albin Baba, unë fani që shmahat shteti. Shkojna miq, edhe pak. Është realizu plani i biznesit, kurse sa i përket me krahasu me vitin 2024 në çdo pozicion, edhe në koncentratin e plumit edhe zingut, edhe të xehjeve, na jena dykon afër mbi 80% më mirë se sa viti 2024. Bravo. Ndërmarrja ditë më parë ka ngritur shqetësime se një nga parcelat më strategjike të saj e vendosur në Shupkovc. Mu të knaq zemra se po një fabrikë tonën që ka mbajt në gjallë këtë ishë Jugosllavinë. Erdhen uzupatorët tonë mas lufte e qunë të poshtë. Munin me të vërtet nuk e di çfarë tyre kanë me dalë me kërku vot me thonë që na juve jo shërbejmë, na punojmë për juve, na e bojmë kështu për juve. Jo, që faktet, që shkeni punu? Po ka zojnë faktet, arkivat, e në këtë arkivat, e një këshëri gjale. Këto janë ju që i keni po për 20 vjetë. Për 4 vjetë që ka rritë me bot Trepça. 4-5 vjetë. 1200 hektarë, 68 parcela janë në pritje më këthy. 110% rritje. Kjo është punë e nderit. Punë me nder. Është zvogluar ndjeshëm e sipërfaqe për shkak të ndarjeve dhe bartjeve të kontestuara. Që më shumë se 20 vjetë, prunat të ndërmarrjes Trepça janë shfrytzuar nga individ e operator privat, të cilët nuk kanë paguar as qira. As qira. A ndëgjut miq? I kanë marrë parcelat, i kanë shit. Në shtetit se kanë pagu, se këta i kanë marrë, i kanë finë gjetë. Për s'ka diskutim. Si ja kërkush kur që për kërgjo. Ja kanë pagu këty në zotrive në përgjepa, i ka shti. Edhe shteti, qkepi, unë falni, thëje si i qkym. Se darë të mëllë në gjepi, po jo, thëje si i qkym. Miq të dashur, kjo ishte video për sonte. Respekt për se cilën, opozit, i uroj një natë mirë. Respekt. Kush ka mundësi, subscribe, ja dishëm për faleminderes.